Edhur këtu për punën e rrugës, që të na bëhet rruga, edhe për punën e firmës për centrale që po bëhen këtu, po bëhen 3 centrale dhe nuk kanë bërë rrugën, nuk kanë bërë asnjë punë këtu për shembull që për komunitetin. Kanë bërë shumë masakrime, do më thonë e kanë marrë inerte ku të duan ata, i kanë prishur me prenje me komplet. Dini në protestet të tjera? Urdo? Në protestet të tjera të dini? Do dalim derisa të ashtu. Policia nuk na jep drejt, vinë këtu dhe nuk na i miratojnë ato që kemi çuar për të bërë kërkesën që kemi bërë për këtu bim. Bashkia e Gramshit nuk vine, kryepleq s'kan dalë fare, se ju kanë thënë atë mos dilni për kryepleq dhe administratori s'vine, vetëm populli. Ne kemi dalë protestë që na bëj rrugën firma, sepse do e shfrytëzoj për 33 vite ka koncesion, do të pak na bëj rrugë komunitetit që të kemi rrugë. Do të ishte pranishëm edhe për shteti, sepse për shteti vendor, kur votojnë i kërkojnë votat, edhe kryetari i bashkisë, se kemi patriot. Këtu nga Lënia duhet të ishte, ballafaqoj me popullin, thëmë se çfarë duhet bërë. Se s'po kërkojmë në një gjë që s'duhet, një gjë që elementare që në takon. Po na shfrytëzojnë ato burime që kemi, nëse fshat të burime ka pyje ujë dhe ajër, s'ka gjë tjetër. Nuk ka dhënë dini bashkia Gramsh? Po s'ka dhënë prasë këtu për protestojmë. Dhe shpresojmë herës tjetër të shkojmë ke bashkia të bëjmë protestë tjetër, lidhje ke bashkia, se s'kem që na dëgjohet zëri. Kjo, se s'duam në një gjë na bëjmë mrekulli. Këtë gjë duam si qytetar, si fshatar që jemi këtu të zonës.